Unë nuk kishe lajmëruar më përpara që lufta do bëhet shumë e keqe, aq sa do të ronditet e një fëmijë në barkun e nën. Dashur shqiptar, unë po flas si misioner nga Amerika, jam në Tiranë me shërbim për ta bërë Shqipërinë me kufi natyrore, me shërbim për amanetin e të parëve të mi, të bëjmë Shqipërinë. Lufta e tretë, dashur shqiptar, ka filluar. Dhe mbas orës 4-5 për natës sot do filloj shumë e ashpër. Shqiptarët e mi, lindjen e mesme dhe më gjatë në Evropë do bëhet katastrofë. Për arsye se kanë filluar goditje. Po ashtu janë goditur dhe bazat e anglezëve. Dashur shqiptar, keni mundësi, largoni sa më parë. Largoni sa më parë, erani në tokën e shqiponjave. Toka e shqiponjave nuk preket, pavarësisht se do ndryshojnë shumë gjëra në Evropë. Pavarësisht se Franca kërkon ndihmë nga OKB-ja e New York. Tashi po kërkojnë ndihmë. Deri dje ata kanë bërë çmos, kanë shkatruar edhe Shqipërinë. Pra dashur shqiptar, rrugët 90% janë mbyllur. Dhe Tirana, aeroporti do mbyllet. Pra mos u friksoni këtu në Shqipëri, as në Kosovë, as në Malzi, as në Maqedoni. E jeni të sigurt se këtu janë forcat speciale të Amerikës. Pra Greqia, kudo që janë, largoni sa më parë nëse keni mundësi, pavarësisht se rrugët janë bllokuar. Aeroportet do bllokohen në të gjithë lindjen e mesme, pothuaj në gjithë Evropën. Irani është shumë i armatosur, dashur shqiptar. Mbas vdekjes të kryetarit të tyre, ushtria e kuqe, domethënë ushtria kryesore që janë 1 milion ushtar, ata do binë çmos, do binë të fundit. Po unë lajmëroj me njëherë kryeministri i Shqipërisë, në Durrës kampi i irianëve duhet të rrethuar o duhet larguar sa më parë, për arsye se Shqipëria nuk ka nevojë për nga Irani apo njerëz tuaj, ne kemi tokën tonë të Shqipërisë. Lufta është shumë e ashpër. Shqiptarët e mi ku jeni, në Francë, ku jeni, në Ingilterë, jam i bindur se s'largoni dot patjetër, po gjeni mënyrat më të ndryshme, se lufta do vazhdojë shumë gjatë, nuk është shkurtër. Do vazhdojë shumë gjatë dhe do jetë shumë e hedhur. Izraeli është dëmtuar shumë, dashur bashkëdhetar shqiptar. Këtë të mirë e ka Evropa nga Izraeli. Këtë të mirë e ka Evropa nga kryeministri i Izraelit. Ai para 2 orëve është goditur zyre e tij, që thot pavarësisht se mashtron edhe popullin e vet, ai s'është fare në Izrael. Pra zyra e tij është goditur. Merrini me mend sa mislla do hidhen sonte, nesër e pas nesër, sepse garda, ushtarët më kryesor të Iranit, ata fillojnë tani. Ata kanë armatime moderne, dashur shqiptar. Pra, mua më interesojnë shqiptarët kudo që janë në botë. Unë po flas si misioner, unë po flas dhe si kryetari i shpresës të kombit, sepse që të bëjmë Shqipërinë me kufi natyrore, por Shqipëria do bëhet me kufi natyrore. Shqiptarët e mi kudo që jeni, e në Itali tini, largoni sa më parë për një pushim, u thash më para. E janë të mos bëni mish për top. E janë dashur shqiptar. Vendi jon është Shqipëria. Pra, le ta shohin edhe ata të keqen ashtu siç na kanë bërë ne.